Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani vezë, por askush nuk e di se çfarë i shkakton zemrës kur e hani në mëngjes. Disa studime kanë treguar se 2 deri në 3 vezë në ditë mund të jenë një përfitim i mirë për trupin tonë. Vështirë të besohet apo jo, por ja cilat janë disa nga përfitimet kryesore sipas Healthline që do të merrni nëse konsumoni vezë çdo ditë. Rreziku i sëmundjeve në zemër zvogëlohet. Vezët e pulës janë të larta në kolesterol, 400 mg për copë. Niveli shumë i lartë i kolesterolit në gjak rritur në mënyrë eksperimentiale rrezikon edhe goditje në tru dhe sëmundjet kardiovaskulare. Ndryshe nga besimet popullore, vezët nuk kontribojnë në rritjen e këtyre niveleve, dhe shpjegimi qëndron në faktin se prodhimi i yndyrnave biliare reduktohet me marrjen e kolesterolit. Gjithashtu është e rëndësishme të mbani në mend se vetëm 1/3 e kolesterolit në enët tuaja të gjakut vjen nga ushqimi. Trupi do ta prodhojë shumicën e tij. Parandalon mungesën e acidit folik gjatë shtatzanisë. Një vezë vetme përmban rreth 0,7 mikrogram vitaminë B9 e quajtur acid folik. Është një vitaminë veçanërisht e rëndësishme gjatë shtatzanisë dhe zhvillimin e duhur të fetusit. Mungesa në fakt mund të shkaktojë keqformime të palcës kurrizore, kolonës vertebrale dhe trurit. Prandaj vezët janë një ushqim shumë i mirë dhe i pasur me këtë vitaminë shumë të rëndësishme gjatë shtatzanisë. Ngadalësojnë në procesin e plakjes. Një studim i kryer nga Instituti Cartier në Berlin ka treguar se konsumi vezëve nga pulat me rreze të lirë mund të ngadalësojë procesin e plakjes dhe të parandalojë problemet e lëkurës. Studiuesit kanë treguar se vezët përmbajnë gjysmën e elementëve natyral, siç janë karotenoidet, të cilët ndihmojnë në ngadalësimin e procesit të plakjes. Beta-karoteni prodhohet nga vetë trupi, por mund të gjendet edhe te ushqimi. Ka veti të thithë radikale të lira, duke i bërë edhe më të padëmshme. Rreziku për probleme të radikaleve të lira zvogëlohet. Një studim ka treguar se gratë që hanë vezë çdo ditë në rinin e tyre mund të ulin rrezikun e problemeve të gjirit me 18%. Vezët përmbajnë shumë aminoacide, minerale dhe vitamina që rregullojnë nivelin e estrogjenit në trup. Rritja e niveleve të estrogjenit konsiderohet një shkak i mundshëm i problemeve të gjirit. Ka përfitime të lartë për lëkurën, flokun dhe mëlçin. Vezët janë të pasur me biotin, vitaminën B12 dhe protein, arsyese të rëndësishëm për shëndetin dhe bukurinë e lëkurës dhe të flokëve, sidomos ajo që përmban e verdha ndihmon në forcimin dhe shkëlqimin e flokut. Përveç kësaj, vezët përmbajnë lektinë e cila mbron mukozën e zorëve dhe lehtëson aktivitetet e mëlçisë. Promovon shëndetin e mirë të syve. Në fakt, ato përmbajnë vitaminën A, lutein dhe zeakanthin. Vitamina A është shumë e rëndësishme në perceptimin e dritës dhe errësirës, ndërsa luteina dhe zeakanthina mbrojnë syt nga radikalet e lira dhe përmirësojnë perceptimin e ngjyrave dhe shikimin gjatë ditës. Do të keni një metabolizëm më të shpejtë. Karbohidratet përmbajnë nivele të larta të sheqerit në gjak sesa proteinat. Ushqimet me glicemi të lartë favorizojnë praninë e glukozës në gjak. Megjithatë, këto nivele të glukozës bien shpejt duke na bërë të perceptojmë një ndjenjë të madhe urie. Por ato që dëshirojnë të ndjejnë një ditë të kontrolluar, shmangja e këtij lloji të ushqimit është thelbësor. Vezët janë perfekte në këtë kuptim, pasi kanë një nivel sheqeri në gjak 0. Ato ndihmojnë humbjen e peshës, pasi trupi konsumon më shumë kalori për të djegur proteina se kur bëhet fjalë për karbohidrate dhe yndyrnat. Mbron shëndetin e trurit. Vezët përmbajnë kolin, lëndë ushqyese të nevojshme në funksionin e metabolizmit, si dhe të lipideve e yndyrnave në trup. Por më tepër kolina shndrohet në tru dhe në nervat, në neurotransmetues, të cilët kanë rëndësi të madhe në transmetimin e sinjaleve. Gjithashtu, përfshirja e vezëve në dietën tuaj do të jetë një ndihmë pozitive në dobit të organizmit. Konsumi i vezëve vazhdimisht në dietën e përgjithshme do të jetë një mundësi e shkëlqyer e trupit për të marrë të gjitha lëndët dhe elementët ushqyes që i ka të nevojshme. Kështu, konsumi i vezëve brenda normës së lejuar nga 1 deri në 2 në ditë do të jetë gjithashtu një mundësi e mirë për të furnizuar trupin me elementë vital, duke përmirësuar kështu organizmin dhe duke parandaluar një sër komplikacionesh. Konsumi i vezëve është shumë i domosdoshëm për shëndetin e përgjithshëm. Përmban të gjitha lëndët ushqyese thelbësore që kërkohen nga trupi. Por më tepër, vezët janë një burim potencial për të rritur marrjen ditore të proteinës. Ka disa efekte në trup nëse konsumoni një vezë çdo ditë për mëngjes. Ju mban të ngopur për një sasi më të gjatë kohore dhe është e dobishme për trupin tuaj.
Konsumi i vezëve në mëngjes është i dobishëm në krahasim me bukën e thekur ose edhe me drithrat. Yndyrnat dhe proteinat e vezës që ruajnë nivelin e energjisë, ju mbajnë të ngopur gjatë gjithë kohës dhe ofrojnë shumë përfitime në dobi të organizmit tuaj dhe jo vetëm. Janë një burim shumë i mirë i proteinave. Vezët konsiderohen si burimi më i mirë i proteinës. Konsumi i vezëve në mëngjes siguron të gjitha aminoacidët thelbësore që zakonisht marrim në përditshmërinë tonë. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe në humbjen e peshës. Vezët gjithashtu përshpejtojnë edhe procesin e humbjes së peshës. Nëse konsumoni vezë në mëngjes, atëherë veza siguron ndjesjen e ngopjes. Kjo do të zvogëlojë rrezikun e ngrënies së tepërt, prandaj ndihmojnë edhe në humbjen e peshës. Do të forcohet sistemi juaj imunitar. Vezët përmbajnë të gjitha lëndët ushqyese selen që përmirëson sistemin imunitar dhe rregullojnë hormonet e tiroides. Për më tepër, konsumi i vezëve në mëngjes parandalon gjithashtu edhe infeksionet dhe ndërton një sistem më të fortë imunitar. Vezët janë një zgjidhje shumë e mirë në shëndetin e trurit. Vezët janë gjithashtu të dobishme për trurin, duke ndihmuar kështu pozitivisht në rritjen e vlerave të tij. Vezët përmbajnë lëndë ushqyese thelbësore të quajtur kolin, të cilat promovojnë shëndetin e trurit. Për më tepër, mungesa e kolinës rrit rrezikun e demencës, ndaj dhe përfshirja e vezëve në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të marrë të gjitha aminoacidet shëndetësore. Trupi ynë prodhon 11 acide yndyrore esenciale, të cilat janë thelbësore për funksionin e duhur të trupit dhe vezët përmbajnë 9 më shumë, të cilat janë po ashtu të nevojshme. Sipas qendrës shëndetësore Health Center, nëse trupi tuaj i mungojnë këto 9 acide yndyrore esenciale, ju mund të përjetoni lodhje kronike, lëkurë dhe flokë të dobët, dobësim të sistemit imunitar. Prandaj përdorimi i rregullt i vezëve siguron përfitime të jashtëzakonshme shëndetësore, ja disa prej tyre. Vezët do të rrisin sistemin imunitar. Një ose 2 vezë në ditë ju ndihmojnë të luftoni infeksionet, pasi vezët janë të pasur me selenium, i cili është jashtëzakonisht i dobishëm për sistemin e shëndetshëm dhe të fortë imunitar, dhe konsumi i vezëve rregullon hormonin e gjendrës së tiroides. Vezët reduktojnë stresin dhe lehtësojnë ankthin. Vezët përmbajnë aminoacide esenciale që ndihmojnë në shëndetin mendor, rregullojnë çlirimin e serotoninës, e cila është një neurotransmetues përgjegjës për relaksimin, qetësimin dhe humorin e mirë. Veza rregullon nivelin e kolesterolit. Një vezë ka 200 mg kolesterol, por ato nuk janë as pak të dëmshme për shëndetin, pasi në fakt ulin nivelin e kolesterolit të keq LDL dhe ngren nivelin e kolesterolit të mirë HDL. Vezët rrisin dhe përmirësojnë shëndetin e dhëmbëve dhe të kockave. Vezët janë një burim shumë i mirë i vitaminës D së bashku me rrezet e diellit. Kjo vitaminë është thelbësore në rritjen dhe zhvillimin e kockave dhe të dhëmbëve. Për më tepër, kjo vitaminë do të nxjisë absorbimin e kalciumit, i cili është esencial për metabolizmin, tretjen e shëndetshme dhe zemrën. Vezët përmirësojnë lëkurën. Vezët janë jashtëzakonisht të pasur me vitamina të kompleksit B, të cilat janë thelbësore edhe për shëndetin e flokëve dhe të lëkurës, si dhe funksionin e duhur të mëlçisë dhe të syve. Vezët janë veçanërisht të pasur me vitaminën B2, B12 dhe uluntimet kanë treguar se vitamina B komplekse është vendimtare për funksionin e shëndetshëm të mendjes dhe të sistemit nervor. Vezët stimulojnë humbjen e peshës. Vezët japin ndjesjen e ngopjes, kështu që janë një zgjidhje e përkryer për mëngjeset tuaja. Ato shmangin dëshirat për ushqime, rregullojnë oreksin, ulin rrezikun e mbingrënies. Sipas studimeve, njerëzit që hanë vezë për mëngjes konsumojnë më pak kalori gjatë pjesës tjetër të ditës dhe kështu do të reduktojnë marrjen e kalorive të padëshiruara, çka sillet me përfitime për humbjen e peshës. Vezët mbrojnë shëndetin e syve. Vezët përbëhen nga 2 antioksidantë të cilët rrisin shikimin dhe shëndetin e syve. Gjithashtu ulin edhe rrezikun e sëmundjeve të syrit si katarakta dhe degenerimi makular. Përfshirja e vezëve në recetat tuaja të përditshme, sidomos vezëve të zjera për mëngjes, do të jetë një mundësi e shkëlqyer për trupin tuaj për të marrë të gjitha elementet esencial për të jetuar shëndetshëm. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.